Edhe është me peshë dhe më pëlqen shumë si pyetje, se doja të dilnim nga jo gjaqka pa gjaqka, se ka dhe mbiemër kështu që të merret në përgoj. Problemi është ky që ne nuk po themi, se kam dëgjuar ndonjëherë ta thotë Edi Rama, që e kam caktuar unë datën kur do të bëhen hapat deri në pranimin në... Po thot, unë e qoj, atër po në mashtron. E tha komisionerja për zgjerim, që është personaliteti më i lartë në këtë punë në Bashkimin Evropian, se viti 2027, me këto ritme që po ecet, me këtë performancë që ka Shqipëria, në vitin 2027 ne mbyllim të gjitha bisedimet dhe jemi gati për të votuar pranimin. Se si mund të ketë gjë më të rëndësishme, se si mund të ketë gjë më të madhe, nuk pra, mund të thënë. E para. Po pse Rama thot më votoni që do të çojë Shqipërinë ka një mision të madh? Atëherë, pse thot Rama? Kjo është shumë më e thjeshtë se çdo gjë në këtë botë. Ai nuk po thot më votoni sepse Rama e ka të sigurt që do fitojë. Rama kërkon një votë që të mos ketë në përkëm kështu tipash edhe njerëz kasraveca që bëjnë kështu se duam Bashkimin Evropian, si që thoshte Sali Berisha dje, nuk e duam se si jemi gati, Dhe kjo është historia. A i do një vot që të vendos 100% dhe e meriton të vendos vërtet. Personaliteti Edi Ramës, si njeri që bëri Shqipërinë, meriton që të ketë të paktën 4 vjeçar të shkruaj në letrën e vetë si të doj. Të mënë si të doj Bashkimin Evropian. Kthehemi të drejtësia dhe Bashkimin Evropian. Po të mos kishim këtë SPAK, një. Dhe po të mos kishim këta të goditur të palës majoritare. Bashkimi Evropian do të vinte disa pikpyetje. E me